Komplimente një për Shqipen, se mirë, Faleminderit. na kja bit gjithve. Unë kur i thash çunave, thanë ta, o po pse tha flet, po si është flet shqip? Tash i kam 14 vjetë që jemi bashkë dhe mësova kështu autodidakt, them drejtën. Fantastike. Po. Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Uji Selita. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Big Brother i madh i vogël nuk ka ngelur në Shqipëri, po dhe jashtë Shqipërisë kudo ku ka shqiptar pa u përfshirë nga adrenalina që t'i jep ky reality show. Edhe ne në Late Night e kemi përmendur shpeshherë ato që ndodh atje, kemi pasur personazhe që janë të lidhur, që kanë pasur eksperienca me Big Brotherin, që kanë qenë opinionist apo në një formë apo në një tjetër kanë pasur diçka për të thënë. Por sonte do të kemi një episod që do të jetë tërësisht i veçantë, do të zbulojmë pak më shumë rreth profilit të njërit prej konkurrentëve më të fortë, më të diskutuar, atij që mbase premton për të qenë finalisti i padiskutueshëm dhe fituesi i padiskutueshëm i këtij reality show, siç është Miri. Miri, një personazh që ka zgjuar kaq shumë kurreshtje, kaq shumë debate, ka përfshirë në komentet online njerëz të cilët kanë thënë opinionet e tyre, shpeshherë janë vendosur në krah të tij, shpeshherë kanë kritikuar, por pyetja e madhe që shtrohet është: a njohim vërtet profilin e këtij artisti, e këtij djali të kryeqytetit Tiranës? Sa e njohim? Cila është jeta e tij dhe çfarë ka mbetur pa u thënë? Besoj që ka ende detaje që nuk janë zbuluar. Dhe me disa njerëz që e njohin shumë mirë jetën, profilin e tij, dhe atë që vërtet ai është, do të jemi në këtë episod të veçantë. Dhe një nga njerëzit që besoj, jam i bindur që e njeh shumë mirë, është njeriu që i ka fituar zemrën ndër vite dhe që ka ndërtuar një jetë me të dhe që kanë sjell një vajzë të fantastike në këtë jetë, është Rabeja. Faleminderit Rabeja që je me ne. Faleminderit që më ftove ti. Shkënaqësi të jem këtu. Kënaqësia është e gjitha e jona. Dua të pyes pak, jemi shumë afër finales. Po. Si po ndihesh? Tash jam shumë emocionuar e para punës normalisht se unë dëshiroj që të fitot Miri finalen, edhe për mua është fituesi zemrës, kisha thënë në gjermanisht, por nuk dihet asnjëherë, domethënë unë edhe numëroj ditët, në them drejtën, derisa baron se kanë kaluar 100 ditë tash edhe me zëpres që baron gjithë emisioni, se është bërë shumë gjatë edhe shumë emocionueshme. Ty zemra si ta ndjen? Si e ndjej unë? Si ta ndjen që është Miri fituesi? Po. Për mua po patjetër, kush do jetë se e ke ndier çdo ditë këtë që në momentin e parë? Jo çdo ditë, them drejtën se jam dhe shumë, domethënë kam dhe punë të mia, domethënë edhe jam në zyrë në Bundestag, edhe nuk kam shumë kohë ku jam në punë për të parë Bigun, por në fillim po gjithë ditën, siç kisha mundësi, u zgjova kur u zgjun ata, fleta gjumë ku kanë fjetuar ata, domethënë më shprishet gjithë ritmi e gjumit, por Rabeja, mund të pyes pak si e more vesh, apo si ai momentin e parë kur Miri të tha që do hyjë në Big Brother? Tashi, Miri ka djeg gjithmonë Big Brotherin, kështu si çdo shqiptar ju jeni shumë fans e Bigut, le të themi. Edhe më thoshte shpesh, sa qef kisha edhe unë ta hyra një herë. Edhe
tash në vjeshtër erdhe të mua dhe thoshte dëgjoj më kanë ofruar që të bëj banor unë atje në Big. Edhe unë thash direkt, po qa pret, thash unë, futu se ke pas dëshirën për shumë kohë, edhe në qoftë se nuk do futesh tani, do bësh pishman për gjithë jetën pse nuk fute. Mendon që ka bërë mirë që është futur? Besoj që po, se ai ka dasht vetë, ai dinte qa mund të ndodhë, do më thëmë me gjithë stresin, presionin që ka atje brënda, edhe unë i thash që në fillim, edhe do më thëmë, shko atje, merë se eksperiencë jetës, edhe mos shko atje vetëm si pjesëmarrje, por shko atje me mendimin unë do jem fituesi, që nga fillimi. Kështu e thash. Ka patur momente që ke thënë pse u fut, mos ishe futur. Ka pasur disa momente të vështira gjatë këtij rrugtimi, me thënë drejtën që ne nga jashtë jemi përpjekur të vijemi dhe pozitat e tua edhe të mirit dhe ka pasur disa momente delikate. Ka pasur të tilla që vërtet ke thënë nuk na duheshe kjo gjë? Po, ka pas patjetër për shembull në përgjithësi Po, një herë se përgjithësi. nuk dija unë si do jetë si një familjar nga jashtë, që do jetë dhe për ne atë shumë presion si do përfshihesh ti me këtë llojin atje brenda me rrjetet sociale, me gazetarët, me gjithë këtë gjë që shkon Po. rreth. Është një industri e tërë, një industri Po, që... shumë i madh dhe kisha ditur këtë përpara mbase nuk e kisha thënë atë shkollaj po futu ti. Por momenti për shembull që ishte për mua shumë e vështirë ishte kur e kanë filluar me gjithë sulmin, me ofendime të rënda, për shembull, nuk e di, si ofendimi pedofili, që për mua është një gjë shumë i rëndë, edhe nuk duhet thuhet fare se është një akuzë krimit, që nuk thuhet kollaj, edhe kjo për mua është gjë që thash, tash i kemi arritur të një pikë që nuk e di si vazhdon base tani. duhet ishte shmangur, nuk duhet kishte përfunduar që të përdore si fjalë. Megjithatë ndodhi, dhe ndodhin dhe ka ndodhur dhe shumë episode të tjera që Po, ishte një shembull nga shumë. Ne nuk i kemi në dorë si thua. Tani çfarë është bërë është bërë. Ajo që duhet të pyes është, në veçantë duhet ndalem në një nga momentet më të komentuara. Marrëdhënien apo në lojën, edhe kjo fjalë lojë tani është bërë shumë e debatueshme. Po. Si të është dukur në tërësi, marrëdhënia e tij me Selin? Tashi për mua që nga fillimi që kur ka ndodhur nisu si sfidë nga produksioni, Po. edhe Miri dhe Selin të dy bashkë kanë pranuar këtë sfidën e krevatit, e famshëm, edhe për mua nuk ishte problem, se unë e dija që është thjesht sfidë, loje, prap fjala loje, edhe mua s'kam pas shumë bezdi në fakt, se unë e di që nuk ishte si që kanë pretenduar gjithmonë, si kur ka djeni, Nuk e pas asnjëherë dyshime për këtë. Jo, s'kam pas asnjëherë dyshime, as nuk kam qenë xheloze, unë e kam thënë dhe një herë përpara që nuk jam xheloz për një gjë që nuk ekziston. Domethënë unë kam pas deri sot plot besim të mirë, edhe për mua ishte thjesht një marrëdhënie miksore, le të themi një alejat në këtë moment derisa është prishur, edhe isha në rregull shumë, domethënë e hapur ti si natyrë, apo kjo është diçka normale, që domethënë ashtu e sheh, do ta shihte çdo grua, po themi këtë që ka ndodhur, apo këtë marrëdhënie, apo është natyra jote që e sheh si diçka që nuk ke pse të ndihesh as xhelozi as... Jo, tashi, unë kam thënë, domethënë, unë në përgjithësi aq xheloze nuk jam, edhe nuk ka lidhje nëse se kam dëgjuar shpesh, është gjermanet janë ashtu, nuk ka lidhje me shtetësinë time, por thjesht si karakter, se kur ke një marrëdhënie edhe ke besim te partneri jot, s'ke pse të jesh xheloz në përgjithësi, edhe në qoftë se je shumë, për mua kjo do më thonë që në marrëdhënien tënde ka një gjë që nuk shkon tamam. Se kur jeni në rregull ju, kur flisni hapur, kur dini ç'a mendon tjetri, s'ke pse të jesh xheloz, është... Të kanë mërzitur në komentet e njerëzve? Tashi, më kanë, po, një qik, po, pa tjetër, se kisha gënjyrë nëse kisha thënë jo, tashi, por unë jam mësuar nga ana politike që punoj unë, edhe atje se jam në... The në Bundestag, që është parlament, si po, se është parlament si këtu... Po, kuvendi, parlamenti. Dhe si thua kjo, të qeni në këtë fushën e politikës, ta ka stërvitur këtë pjesën Po, sepse ne të partia jonë, ku jam unë, ne jemi në opozit. Edhe unë, në gjermanisht ashtu,
kur jeni në opozit, Aha. të shajnë dhe 24 orë se nuk të duan fare dhe e krahasova me këtë punë dhe Po, nuk më prek dhe ke bërë shumë mirë. Nuk më prek se unë jam ashtu që s'ka rëndësi qa flasin, qa shpikin, mos reago fare se sa më pak reagon, sa më shpejt kalon. vërtet Kështu është. është puna. Megjithatë, marrëdhënia juaj është komentuar shumë. Është një marrëdhënie ti personalisht, se më mirë se ty dhe se miri, se ky është problemi që ne kemi përgjithësi në Shqipëri, që flasin për marrëdhëniet e tjerëve, kur ndërkohë nuk kanë folur vetë ata. Po. Si është marrëdhënia juaj? Marrëdhënia jonë është shumë mirë, domethënë kemi 14 vjeç bashkë tashi, jemi martuar, ne kemi, domethënë atë jetën që kemi momentalisht, nuk është se nuk shkojmë mirë me njëri tjetrin ose sepse kemi pas probleme me njëri tjetrin, por e kemi zgjedhur vetë ashtu për se secili ka karrierën e vet. Domethënë unë punoj në politik, Miri punon këtu si këngëtar, edhe këtë punë që bën Miri këtu nuk e bën dot nga Gjermania. Edhe kur erdhi momenti kur fillon se kishte kur e nifsha unë Mirin, ata West Side Family ishte një çik në gjumë, le të themi. Edhe kur erdhi momenti kur kam menduar të fillojmë prapë me muzikën, ai tha dëgjoj, nuk e bëj dot vetëm nga Gjermania, më duhet të jem shumë shpesh prezent në Shqipëri, se ndryshe nuk bëhet atje. Edhe kemi folur shumë gjatë për këtë punë, kemi menduar shumë mirë se është sakrificë për prindërit kur Pra se për këndash nga fëmia, këndash nga burri, nga grua. Ti ja mirë kuptove këtë, po themi, nevojët e tij dhe dëshirët e tij për të qenë edhe për të zhvilluar më shumë veten dhe profesionin e tij. Edhe unë them ndonjëherë nuk duhet të mendosh vetëm për veten tënde, por duhet të mendosh edhe për partnerin tënd, çfarë është mirë për partnerin, jo vetëm për mua. Edhe kjo është në këtë moment kur ndodhi ishte vendimi i duhur që kemi bërë dhe unë e di shumë mirë që nuk do jetë ashtu gjithë jetën, se do vi dhe një moment ku kthehet mirë, ose shkoj unë këtu dhe do jemi prap bashkë tamam, edhe në rregull jemi. Do të pyes pak për të rikthejmë edhe një herë kësaj marrëdhënies se është shumë kontroversiale, le të themi, është shumë e debatueshme, sepse dhe ajo është një finaliste, po flas për Selin, dhe ajo është një finaliste e fortë gjithashtu, edhe ajo ka luajtur, ka një grup mbështetësish, patjetër dhe ajo. Megjithatë, në sytë e tu, si grua, si zonjë, si, po them, dhe si bashkëshortja e Mirit, si të është dukur ajo? Si më duket mua Selin? Tashi, për atë moshën që ka ajo, 23 vjeç, ajo është shumë e zgjuar në fakt. Ajo di shumë mirë ç'a bën edhe si e bën, domethënë, unë jam e bindur që e bën me gjithë dijen, domethënë çdo gjë që bën atje e ka kalkuluar ajo. Edhe për mua është një lojtare fort, patjetër, se duket edhe si sillet, kështu si ka mundësitë, avantazhet që ka atje brenda. Ka qenë manipulatore apo këtë ka vënë në funksion të lojës? Ka pasur momente që është përpjekur ta manipulojë Tash manipuluese nuk më duket, them drejtën, por thjesht është lojtare fort në opinionin tim, domethënë nuk është një gjë e veçantë ajo, por as nuk është e dobët, domethënë këtë që bën e bën mas dëshirën e saj bën mirë, kështu. A është folur se ajo ka pasur mbase një lloj pëlqimi për Mirin, mendon që mund të ketë patur? Ja, se besoj. Jo, është një pyetje që është bërë që jo, nuk e besoj. Domethënë mund të ketë kështu si pëlqim miksor, them unë, kështu sikur ajo ka parë në person Miri, ka parë si një person që është më madhe se ajo, edhe që jep këshillat për shembull, që jep një mbështetje që edhe në fillim Miri ka mbështetur goxha. Edhe them drejtën, unë besoj që Selin sot nuk do ishte atje në këtë pikë ku është tani nëse nuk do kishte qenë Miri. Megjithatë qëllimi i kësaj bisede, Rabea, është vërtet njohim pak Mirin. Më ndihmo të kuptojmë pak më shumë rreth profilit të tij. Diçka që na ka shpëtuar, diçka që ajo lojë mbase nuk e nxori apo e transformoi në një formë. Kush është Miri? Tash Miri është një person e para punës, ashtu si është brenda për shembull urt, kështu që mban vetës, ashtu është dhe jashtë. Domethënë nuk është kështu si egzageruar, kështu mendon shumë mirë ç'a bën, por më mirë mund të bësh dhe shumë ai është kështu si mund të bësh shumë muhabet të lezetshme, mund të flasësh për politikë, mund të flasësh për sport,
veçanërisht për sport, futbolli, ai di shumë mirë, për muzikën, për art, për të gjitha lloj gjëra, politikën. Ai është ai është shumë i zgjuar, edhe nuk e them vetëm sepse është burim, por në përgjithësi, ai është edukuar shumë mirë, ka mirësjellje me çdo person që nuk e, domethënë që nuk sillet keq me të. Edhe kështu si është atje, është normal, por ka një gjë normalisht mirë është ashtu, keni grup jashtë për shembull, edhe ai bën batuta, hedh shaka, bën gallat, kështu. Edhe këtë anë fatkeqësisht nuk kemi pas mundësi deri sot të shikojmë. Për fat keq. Sepse mirë ka një humor shumë ironike, edhe me këtë persona që janë brenda, thëmë drejtën, ata nuk kuptojnë ironi se të kesh, sepse kur kuptosh ironi, duhet të kesh dhe shumë inteligjencë. Edhe jo, çdo person ka këtë lloj inteligjencën për të kuptuar ironinë e mirit. Mendoj që ndikon edhe formati dhe impresioni që ka formati për të mos ta lënë pa të dalin pikërisht këto detaje, besoj. Po. Si është nervoz në përditshmëri? Mirë? Po. Jo, s'më duket nervoz, jo. Nuk ka, se po bëj disa pyetje për, domethënë thjesht du me tregu detaje që mbase mund të kemi parë në lojë, por që në fakt nuk kanë lidhje me realitetin. Nuk është, jo, ai është vetë si karakteri i urt, kështu mban shumë, nuk vetëm kur i gacmon shumë fort, domethënë. Po. Pa na do të gjitha. Çfarë të po themi, nëse do të pyesja tani, çfarë të tërhoqi më shumë? Ose çfarë të tërheq më shumë akoma tek miri? Çfarë më tërheq? Diçka që ti e ndan, në pjesën e karakterit të tij apo në pjesën fizike, çfarë të pëlqen më shumë tek miri si burr? Më mirë më pëlqen shumë që ti e parapunës që mund të bësh kur ke një hall, domethënë mund të shkosh të harrosh me mirën, të jep këshilla kështu të mbështet gjithmonë, edhe kur vetë nuk është i mirë, është atje për ty, bën muhabet, të dëgjon, nuk të domethënë është shumë e ka shumë seriozisht kur do të ndihmoj ty e të ndihmon, domethënë kjo më pëlqen shumë, edhe shumë në përgjithësi kur mund të kënaqesh me mirin, mund të bësh jashtë do të kesh gjërat festa, gjërat. Ta kam bërë shpesh të pyetje, po ta bëj dhe unë. Si ka mundësi që një shtetas e Gjermane e flet kaq rrjedhshëm dhe kaq bukur shqipe? Tash historisë, domethënë unë kur nisha mirin, vetëm anglisht kemi folur. Por unë thash, po mirë, do bëj një kënaqësi këtë çunin që dua, edhe ta mësoj një çik gjuhën e tij. Edhe fillova në fakt me muzikë shqiptare fillova. Dëgjova këngët shqiptare, në atë kohë ishte kështu si Elvana Gjata, Afër dhe Larg, me ty, këtë lloj këngët kanë dalë në atë kohë, edhe mora tekstet e këngës, shinova fjalët në një fletor, e përsëritën në kokën tim, pastaj shifsha këtu në internet gramatikën, edhe avash mësova. Kuptova me herët se sa fola mirë, domethënë unë kuptova shumë mirë kur njerëz kanë folur, por nuk dija të përgjigjem tamam. Vetëm një gjë në fillim se ne kemi shumë kosovarë në Gjermani, edhe ata flasin pak ndryshe, edhe momenti i parë kur desha më thonë një gjë, kënaq thash, ta them njerëz si jeti. E thash, çka po bën, thashun. Edhe ky tha, mirë që më thonë shifta, por ne themi qa po bën. Edhe kështu, domethënë, edhe avash mësova më shumë. Po ti e pas ke mësu vetë pra? Po, autodidakte mësova, po. Sta pas kam mirë pak pas kam diku. Pak, farë, vetëm një herë më ka lënë, më ka fut në hilën, domethënë, e tha, isha të shtëpia prindërit, edhe tha, ja kam punë tash, ti do rish këtu, unë dal jashtë. Edhe unë gjej kështu si, po çfarë do bëjmë tash se prindërit e mirë as anglisht, as gjermanisht, as italisht nuk flasin, edhe isha detyruar ta flas shqipen, po më ka ndihmuar në fakt, domethënë, se isha detyruar, qa do bëja unë, me Google Translate në dorë, qa kisha në mendje, domethënë kur dija fjalët mundova ta them, edhe kështu mësova avash. Dhe ke praktikuar pastaj duke folur edhe me mirë, po e keni mësuar dhe vajzës kam përshtypjen. Po, domethënë mirë e kam mësuar mirë më shumë vajzën, shqip se unë normalisht flas gjermanisht me gocën, mirë flet shqip me gocën, se që të mëson të dy gjuhët. Si është marrëdhënia juaj me vajzën, e jotja dhe mirit? Si ndahet, po themi, si e keni ekuilibruar këtë, qoftë edhe mungesën baset mirit apo raportet? Tash artistja është tamam goca babit, du të themi. Ajo mas babit, ajo vdes për babin, le të themi, se
mirë që unë jam gjithmonë atje, edhe mirë nuk është gjithmonë, edhe sa më, domethënë, ajo personi që nuk është atë shpesh atje të më gonë më shumë, se sa ajo që është 24 orë rreth teje. Por megjithatë janë engjajnë dhe shumë një tjetrën. Domethënë ajo si karakter, si për shembull shtrihen të dy në koltuk, edhe pa folur me njëri tjetrin, rrinë të njëjtën pozicion, më qafë, më këmbë, kështu, edhe kanë shumë qejf për shembull të dy shkojnë në qytet, bëjnë shopping bashkë, kurse unë nuk e kam qejf fare. Të dy dalin, kënaqen bashkë, edhe janë të lidhur me njëri tjetrin. Po, shumë. Cili është, po themi, cila është dëshira jote më e madhe për të ardhmen? Doni që të jetoni bashkë, doni që mirë të ndjeki pasionet e tij, apo kjo është një gjë që duhet parë akoma me kohën? Tashi unë patjetër dua që vazhdon mirë në rrugën Duam na vish ti këtu njëherë, mos na vjen ti këtu. Po, unë kam jetuar një vit këtu, kur isha me lejën e gocës, domethënë sa u lind goca, ne tani një vit këtu komplet në Shqipëri, por Shqipëria është vend i bukur, por po më duket se nuk e lë Gjermani për Shqipëri. Po. Domethënë unë kam shumë qejf të rri këtu edhe për pushimet, edhe në verë, gati një muaj rrim këtu, bëjmë pushimet bashkë, edhe si tani pushimet e Pashkës do vijnë. Domethënë për momentin ashtu e kam që unë dua që vazhdon mirë atë pasion e muzikës këtu, sa më gjatë, sa mundet, se mbase një ditë do vi një gjë tjetër, se nuk dihet asnjëherë çfarë ndodh. Por derisa ka mundësi, dua që vazhdon muzikën, karrierën e tij, edhe unë as sa kam mundësi të vazhdoj një atje në Gjermani. Kush të jep e ashtme nuk e di. Meqense jemi pak ditë larg finales, dhe pak shpalljes së fituesit të një edicioni të Big Brother, vit 5 në këtë rast, pse duhet insistoj edhe një herë ta fitoj Miri këtë? Sepse Miri ka treguar gjithmonë, domethënë ai është një person që ka gjenë gjithmonë koherent në loje që bën, edhe ai as nuk ka sharë njeriu, as nuk ka ofenduar, ka qenë gjithmonë tani në një ofendim dhe mund të ketë shpëtuar, po themi, ose në një fjalë, se tani a dita është aq e gjatë aty kur ai ka kur qoftë se Miri ka thënë, nuk them që Miri nuk ka thënë asnjëherë një fjalë të ashpër për shembull, por kur ai tha më shumë si reagim. Nuk ishte si, le të themi një Mateo, për shembull që qohet në mëngjes edhe ndes kazetën dhe thot Miri kështu, Miri kështu, Miri kështu. Ashtu nuk bën Miri. Domethënë kur e ofendojnë të tjerat, ai reagon patjetër se edhe unë ashtu kisha bërë kur më ngacmon gjithkohës. Njëherë duhet të thuash një gjë, në fakt ndonjëherë për opinionin tim është pak tepër urt. Vërtet. Po, mos e kam faj unë se kam bërë një çik gjerman. Tani e kuptoj pse keni pëlqyer njëri tjetrin. Po, domethënë unë jam më shumë kështu dal më shumë nga vetvetja, kurse Miri është më qetë, por ke folur me prindrit e tij? Po, patjetër. Si është situata? Edhe ata janë një çik, domethënë ne mundohemi që mos përfshihen shumë prindërit, se janë dhe moshatarë edhe nuk duan që kanë shumë emocion ose ngrej tensioni ndonjëherë, por megjithatë ato ndizin, domethënë ata shohin Bigun gjithë ditën, non-stop, se kënaqen, shohin çunin atje, janë shumë krenar për mirë. Patjetër. Por kështu në përgjithësi janë mërzitur ndonjëherë me gjitha të ofendimet që ndodhen atje, me sherrjen, me gjëra që thuhen në rrjetet sociale, patjetër se nuk e izolojmë dot prindërit, por megjithatë në përgjithësi kanë qenë mirë. Keni menduar të keni një vajzë ose një djalë tjetër? Jo, domethënë Miri ka dashur të ketë një fëmijë tjetër, por unë në këtë moment nuk më erdhi momenti i duhur, edhe tash kur pyes unë artistin për shembull, thotë po jo, mami, nuk dua as vllaj as motra, thot dua të jem me vetmia për ju. E shijon atë? Po, e shijon se është vetmia, se ne përkëdhelim gjithë. Është përkëdhelura është një çik, po. E shtëpisë. Do të vinte keq, po themi nëse nuk do të fitonte Miri, po e marrim një rast. Jo, nuk më vinte keq se megjithatë ai ka treguar shumë forcën atje brenda, ka treguar, domethënë ka marrë një eksperiencë jashtëzakonshme le të themi, edhe në qoftë se nuk fiton mirë, do ketë karrierën e tij, se ka 27 vjet tash në treg, edhe asnjëri nuk e prish këtë. Domethënë ai ka emrin e tij, West Side Family është shumë i njohur,
çdo person këtu në Shqipëri njeh West Side Family, këndojnë akoma këngët Patjetër. e grupit Dhe edhe madje po vinë këngë të reja dhe po, edhe asnjëri nuk merr dot këtë sukses që kanë çunat. tani zëre se supozojmë se ti do t'i çosh një mesazh sonte kur t'jepet, domethënë gjatë transmetimit të intervistës Po. Mirit. Po. Çfarë do t'i thosh? Qa kisha thonë unë? Kisha thonë shaci im të duar shumë, mos ki merak se ne këtu jashtë të mbështesin gjithmonë ditë për ditë, ne jemi shumë krenar për ty, mezi presim që të dalësh ti që mund të përqafojmë ty prap, të pudhim ty, të shofim ty, prekim ty prap, kështu tamam, edhe të urojmë që të marrësh fitoren, se megjithatë për ne ti je fituesi i zemrës. Kështu kisha Unë thonë. Të duam shumë. ta uroj me shpirt që njeriu i zemrës ta fitojë Po. dhe të jetë fituesi i këtij edicioni dhe falenderoj që ndave disa pjesëza të vogla me ne të jetës tënde me Mirin, të marrëdhënies, në mënyrën si e sheh atë në këtë episod që po themi ja kemi dedikuar Big Brotherit, kështu që faleminderit për kohën. Po, faleminderit juve që kisha mundësi të jem këtu. Ishte kënaqësi. Po, edhe për mua. Late night, late night, late night in blood, late night in blood. Ky është një episod jashtëzakonshëm, më pëlqen ta quaj sepse rrëfen një histori shumë të bukur, një histori që e ka njohur e gjithë Shqipëria, një histori që është ndjekur nga miliona njerëz, një histori që ka ngjallur shumë debate, mbase është historia më, si themi, kontroversiale e këtyre muajve të fundit që na ka përfshirë të gjithëve dhe që ka ndodhur brenda një shtëpie shumë të famshme që është shtëpia e Big Brother. Ky episod në fakt nisi me një rrëfim shumë të bukur, me rrëfimin e Rabeas, e cila na tregoi për marrëdhënien e saj me personazhin për cilin unë jam duke folur, po flasim për Mirin, një nga personazhet më të fortë të këtij dhe më të komentuar të këtij edicioni Big Brother, por historia nuk mbaron këtu sepse mënyra se si duam ta shohim dhe ta përcjellim gjithë dinamikën e këtij personazhi, na duhet patjetër që ta plotësojmë këtë portret edhe me disa njerëz që e njohin akoma edhe më mirë, apo le të themi e njohin në një dimension tjetër. Dhe një nga personazhet që unë jam i bindur që e njeh shumë mirë është Land Hysi, Landi, i cili ka qenë dhe një nga njerëzit që e keni parë shpesh që të jetë, po themi, në hapësirat publike dhe ta komentoj, por edhe tregoj më shumë për Mirin. Landi, faleminderit që jemi na. Është vërtet një episod i jashtëzakonshëm dhe unë jam vërtet shumë mirënjohës që ma ka dhënë këtë mundësi për të Ne e kishim komentuar. pritur në fakt moment edhe si thua po përpiqeshim që të gjeni momentin e duhur dhe mbase në këtë javë që është java e finale së Big Brother, nuk kishte moment më të mirë për të folur pak për atë që ka ndodhur dhe për figurën e Mirit si artist dhe si njeri. Më lejo direkt të të pyes ty si Landi, si kanë qenë këto muaj, po themi? E preke pak në hapje. Ky edhe për mua në absolut është jo vetëm Big Brotheri, por është reality show më kontroversi të gjitha kohrave dhe më me tension për sa i përket përjetimeve që kanë pasur banorët brenda. Dhe unë besoj tani në këtë rrugtim në fund, në retrospektiv, them që i tillë ka qenë ky format. Të gjithë mundet ta kundërshtojnë, mundet të reagojnë, po pse s'ndërhyni, po pse se qetësoni, mua përfshirë. Nuk është kështu gjithmonë Big Brother? Jo, si këtë herë jo. Jo, si këtë herë unë kam ndjekur dhe Big Brother kur ka qenë ti pjesë, sepse që në start ai nisi me një presion, domethënë kur them që në fillim them që javën e parë. Nga shtuna në shtunë kishte disa zhvillime, pra ishte si Game of Thrones, që diçka që ti nuk do që të ndodhi, ajo ndodh. Pra, ke një mirë që fillon dhe thotë, unë jam miri, më i miri, ku shoktuan dhe këte, dhe ndërkohë dhe unë isha ja bitur, thoshore, qa po thotë ky më vëlla? Ndërkohë gjithë me njëri tjetrin në shoqëria diskutonin, more qa po ndodh, qa po thotë miri? Po ti e ke thënë vërtet këtë? Qa po bën ky, qa po si po sillet? Po, e kam menduar dhe kemi diskutuar dhe me njëri tjetrin, ore, ç'është kjo sjellje, po pastaj ndërkohë, për mua si rishtar, që kam parë Big Brotherin me letër me laps këtë herë dhe më shumë se sa gjithë Big Brotherat e tjerë, isha shumë i rezervuar, pavarësisht se kisha pikë pyetje, rezervohesha të shprehesha sepse thosha, okay, ka një logjik mbrapa sjelljes.
që zhvilloi me kohën dhe ti e kuptoje që e tillë është loja Lejo dinamike. të bëj një kapërcim në bisedë dhe ta vendos pak ndryshe rrëfimin ton. Si e ke njohur për herë të parë mirin? Do me thënë, e mban mend atë kur dëgjove të flitej për të, apo kush ju prezantoi, apo si ju prezantua? E ke fjalën për në Big Brother, por prezantimi i parë njet. Prezantimi i parë ka qenë 14 vjeç kur kemi qenë në vitin e parë në gjimnaz në Petronin. Dhe ti ke parasysh janë një tufë me adoleshent, që secili mban vetullën lart, ka sjelljen e tij dhe unë mbaj mend se Miri ka qenë me një ose me dy shok, Gerdin mos gaboj, një shok i tij edhe secili domethënë është një arenë gjelash, po themi, tek çunat në gjimnaz. Ti e di. Viti parë ajo. Viti parë ke grupin e seriozve, pak atë territorin atë. Dihet ai tensionin që ke për presionin ose tensionin e dy vetave që janë të tërhequrit, dy veta që shohin vëngër, çunat e mirë, domethënë ndihet atmosfera. Janë këto kampet e ndara dhe ky ka qenë dhe prezantimi i parë me Mirin, domethënë një me sa kujtoj unë këtu edhe 32 vite para mos gaboj, po aq. Dhe pastaj mbas këtij momenti? Dhe pas atij momentit pjesa tjetër është historie sepse thyen ato akujt. Ju e krijuat atë lidhjen. E krijuan lidhjen, madje mos gaboj mund të kem pasur një moment tensioni me Mirin në fillim. Nuk di specifikisht përse, po që nëse shoqëritë e forta gjithmonë nisin dhe me momente tensioni. Po, ka pasur një kështu një shtytje, nuk mbaj mend, ndoshta Mirin po ta pyesem edhe më kujton se ai ka kujtesën më të fortë se sa unë. Po ka qenë një dhe pastaj gjithçka tjetër, pjesa tjetër është histori. Si Miri është e vështirë që ta përkufizosh një karakter të një personazhi, mendoj që Miri hyn te personazhet e forta, një personazh që është i ndërtuar mirë, siç ka dhe emrin, por si do ta përshkruaje profilin e tij si karakter? Do me thënë, më lejo ta bëj një pyetje. Nga fillimi deri në fund. Jo, sepse pyeta dhe Rabea në fakt për këtë pjesë. Po e vendos kështu pyetjen, a është Miri që kemi parë në Big Brother? Miri që njeh edhe ti, që njohim njerëz ditë afër. Po, sepse si thua ai e ka luajtur lojën i nisur nga formimi që ka dhe nga mënyra se si trajton dhe se si sillet me njerëzit. Po ta shikosh Miri kur nuk ka sulmuar askënd, gjithmonë ka qenë në pozita të tërhequra dhe madje edhe kur dikush që ja ka bërë borxh, kur ka ardhur një moment që ti kërkoj falje, e tillë është natyra e Mirit, të falë dhe të pranon për sa kohë që i kërkon falje ose që si thuash mundohesh të rivendosësh raportin. Pra nuk është person që mban mëri dhe në një moment caktuar të tregoj karakterin. Unë do kisha dashur që në lojë ta kishte bërë këtë, vendoste një veto. Ta vendoste qoftë edhe për lojë. Pra nuk po them që kjo e ka penalizuar, po them që duhet që të tregosh disa ngjyra dhe Big Brotheri do që në qoftë se Ylberi në të vërtet ka 7 ngjyra, nuk ka 8, nuk ka 6, ka 7 ngjyra. Ka 7, se kjo ishte një në Big Brother neve kemi që hapi shumë debate. Neve kemi në Big Brother Big Brother nuk pranon 7 ngjyra, Big Brotheri pranon të gjitha dimensionet dhe të gjitha nuancat e ngjyrave, edhe shkrirjet, edhe ndërthurjet. Pra, dhe në fund fare, si lojtar, besoj që merr më shumë ai që i kombinon këto ngjyra. Është Miri një personazh apo një natyrë njerëzore që si ka pasur marrëdhëniet e tij me femrat, me gratë, me zonjat, domethënë. Si ka qenë respekti i tij ndaj tyre se domethënë shpeshherë është komentuar dhe kjo marrëdhënie e tij. Po. Si thuash sikur e mbi bën gjën. Sikur e mbi bën, sikur ndonjëherë përpiqet ta vër në funksion të tij këtë marrëdhënie. Le ta themi që dhe marrëdhënia me Selin ka qenë një marrëdhënie që shpesh është komentuar se kush nga të dy ka fituar nga njëri tjetri. Si është marrëdhënia e tij? Unë them këtë që janë dy momente, duhet ta kishit njohur Mirin mendjes pas me Florin, shikonin se çfarë lloji dyshe dinamike dhe se çfarë lloji të qeshura shpërthenin kudo ku neve ishim në për spektakle, gjë që për fat keq nuk e ka bërë aty brenda, sepse ky format ka qenë pak i vështirë dhe i fortë. Pra unë do kisha dashur që ai të tregonte atë anën e batutës dhe të qeshurit. Por Miri ashtu është me këmbë me duar me të gjithë. Nuk është vetëm me femrat, edhe me mua, edhe me këdo, po ta njohësh, pra ky është momenti i parë dhe momenti i dytë do doja që të pyesin edhe njerëz të tjerë, ore, është apo bën? Po Miri është në të vërtetë person i dashur dhe është dhe person që gjërat në disa raste i lë të rrjedhin. Okej, si thua, dakord Drini. Hym në një diskutim, dakord, fito ti, në rregull, nuk po ta prish. Pra jo se dorëzohet, por të tillë ka natyrën. Por ndërkohë në Big Brother në momentet e caktuara ti nuk duhet i lësh gjërat të rrjedhin, duhet vendosësh veten, duhet të tregosh
një vendosmëri. Qoftë edhe për efekt loje. Si ka qenë jeta e Mirit në përgjithësi? Jeta e Mirit ka qenë e mbushur me sfida, domethënë gjatë gjithë kohës me sa diun, kryesisht dhe kur them e mbushur me sfida i referohem viteve të fundit ku ati është dashur të jetë i dyzuar ndërmjet Gjermanisë dhe Shqipërisë, sakrifikoi edhe familjen për hir të mbajtjes gjallë të West Side Family të grupit. Pra, nëse Miri do hynte në një marrëdhënie pune në Gjermani, do kishte shumë të vështirë, do kishte madje të pamundur që të vinte dhe të investojë sepse gjërat marrin kohë, nuk është aritmetik të bësh art. Pati një bashkëshorte që e mirëkuptoi këtë gjë. Erdha Rabea ma tregoi dhe mua në intervistë që unë e mirëkuptova dëshirën e tij dhe e mbështeta madje në këtë, po themi, udhtim që ai donte të bënte dhe do bëj, sepse ajo është e bindur të paktën që sikurse edhe më tregoi që rrugtimi i tij do jetë shumë pozitiv dhe frymëzues. Kështu që po thua që kanë qenë disa vite të vështira. Pse ju referova viteve të fundit? Ju referova enkas viteve të fundit, sepse në momentin që ti je pa familje, nuk ke përgjegjësi të njëjta. Dhe prandaj do mund të them vitet e fundit ai ka bërë atë sakrificën më sublime dhe më të madhe, sepse ka qenë me familje dhe është detyruar dhe është dashur që të vijë për të mbaruar punën që po bën. Mendon që e ka shfrytzuar një vajzë të re? Mund të flasim për shumë për një pjesë, po përpiqem tani të bëj pak mbrojtësin e një situate që shpesh herë e ka sulmuar profilin e tij. Nëse do të pyesja në këto ditë fundit, po themi të finales, a e ka bërë ai këtë gjë në këndvështrimin tënd? Po nuk më duket sepse nuk është, domethënë unë nuk e kam parë ashtu, që të mos të ri komenteve. Unë nuk e kam parë ashtu sepse ai nuk ka cënuar në nder, as në lojë. Pra nuk është që Miri përdori Selin si trampolin dhe doli diku tjetër. Pra ata kanë qenë gjatë gjithë kohës bashkë në lojë, në një moment dikush shkëputet nga loja dhe jo vetëm që shkëputet, po fillon dhe fajson palën tjetër që ç'më që më solle këtu. Edhe është nonsens shumë i madh. Pra unë nuk e do doja shumë që i gjithë publiku ta shihte si mua, është shumë e vështirë kjo mbase po them, por që është shumë e vështirë që domethënë që të bërtasësh hajduti, dhe ndërkohë nga ana tjetër pra të viktimizosh dikë, ta godasësh dikë me qëllim që të shpëtosh vetë. Pra në lojë ata kanë qenë gjatë gjithë kohës bashkë dhe askush nuk ka te kaluar cakun. Në lojë kanë vajtur bashkë, pavarësisht pastaj se mendoj që mund të ketë bërë gabime dhe që mund t'i kenë kushtuar. Gabim është fjalë e madhe. Ka bërë gjëra që mund t'i evitonte, mund t'i shmangte, po është e pamundur në atë lloj formati, por ato që ai ka bërë nuk janë fatale që t'i ndikojnë në lojë dhe të thonë o bobo çfarë bëre. I vetëm meraki imi ishte, unë kam pasur një merak në 105 ditë. Nuk kam pasur asnjë lloj meraku tjetër në 105 ditë në Big Brother, ishte dita 105 kur ata dolën jashtë. Po. Jo 105 ka qenë prime, ditën e 100 ata dolën, edhe ndodhi episodi që u sulmua dhe domethënë ishte një episod që mund të shmangej. Po. Pra, nëse duam ta kryqëzojmë për këtë, edhe Miri humb Big Brotherin për këtë, nuk di çfarë them. Por nuk mendoj që dhe tjetra nuk e di që mund të kryqëzohet për këtë një dhe nuk e di nëse ka bërë mund të quash gabime faktin që ai ka luajtur lojën ashtu si i ka ardhur. Është komentuar shumë mënyra se si sinjalet kanë hyrë në shtëpi. Apo se si këtyre, po themi, banorëve ju çohen shpeshherë sinjale. Se tani gjithë jemi familiarizuar me reality show dhe kuptojmë që në momentet e caktuara edhe banorët janë shumë të aftë për t'i lexuar këto sinjale. Patjetër, dhe presin unë hyra aty dhe e pash. Do të pyes për këtë. Në një plan të gjerë, personazheve kryesor, po themi, Mirit, Selin, Mateo, Brikena, po fus nuk e di këta që janë komentuar më shumë dhe që janë tani afër finales. Sa sinjale ju janë çuar? Në absolut, Mirit nuk janë çuar sinjale sa që janë çuar Selin. Duke nisur me deklaratën e babait, vllajin, ato që më pas u bë kunata, maman, pra këto kanë qenë sinjale jashtëzakonisht forta, ai sa dhe Miri deklaroi që ky nuk është Big Brother familjesh. Miri nuk i ka pasur këto indicie. Pra nëse do quani sinjale faktin tim xhike çai pëlqen kësaj çike ose xhike mos i pëlqej asnjë gjë asnjë çike, janë në kuadër që xhiku nuk duhet i pëlqej, unë nuk mund të them mos i pëlqen në specifikisht në emra 1 2 3 4 5. Po ai kisha në kuptimin që mos i pëlqej asnjë gjë dhe mos i beso askujt aty sepse je për lojë. Dhe mesazhi im ishte që 2 duar janë për një kokë. Ti çfarë i ke thënë tamam? Konkretisht nuk kam thënë xhike, në fund, domethënë mesazhet e mia kanë qenë çater si kam që të kam komshie. Po.
Përjashto frazën e këngës që sepse do ishte shumë e rëndë, nëse unë do thosha çater si kam që ju kam komshin, po. Pra e pranova ta marrun riskun përsipër, sikur fjala ime specifikisht i drejtohej një lojtarit vetëm, por nuk është kështu, dhe e mora unë këtë kosto përsipër, ndërkohë që mesazhi ishte nuk mund të ishte çater si kam që ju kam komshin, sepse kjo pastaj do bëj batërdia. Po. Dhe kjo ishte gjëja që unë mundova që t'i them nëpërmjet këngëve të ndryshme, t'i jap një mesazh banorëve të gjithë, sepse unë kam thënë që shikoj, unë jam Landi, shoku i mirit i grupit West Side Family dhe emri është i pandryshueshëm, si as i brenda. Dhe ky mesazh ishte specifik. Pra, mirë që shuar mirë ordinary family. Pra, po nuk kam pasur qëllim se po të kisha mundësi e kisha mundësinë dhe mua Big Brother më dha këtë mundësinë dhe unë nuk mundet isha kurse si abuziv që këtë mundësi që mu dha për të përshëndetur banorët dhe mirin veçanti ta keq përdorë duke sulmuar X apo Y banorë. Cili është opinioni yt, po themi, si mik i mirit, bashkëpunëtor patjetër, për një nga kundërshtarët e tij më të forta, Robertin. Por edhe një nga ato që e ngriti lojën bashkë me mirë, për Selin. Po pra, ata e ngritën lojën dhe domethënë mënyra se si e ngritën lojën, pavarësisht se e kontestuar, në fund fare u pa nga publiku dhe u pa nga, kur them nga publiku, them nga ata që shohin Big Brother, sepse ata që lexojnë komente kanë reaguar në mënyrë skandaloze. Pra, ata që kanë reaguar dhe kundra mirit kanë reaguar sepse kanë parë komente, pa nuk kanë parë Big Brother. Ata që komentojnë nuk janë ata që shohin Big Brother. Jo, ata që komentojnë nuk ka shanse, po sepse domethënë realiteti komenteve me realitetin e Big Brother është totalisht diametralisht i kundërt. Dhe nuk kanë ndodhur ato gjëma, po themi, që ja faturojnë mirit. Pra, nëse ata kanë vazhduar lojën e krevatit dhe miri ka kërkuar konfirmim të herpasershëm përfshirë deri në faktin që para se të futej Gimbo. Edhe kur u futi ka thënë vazhdoni lojën se çfarë bëni ju me jetën tuaj është jeta juaj, por mënyra se si u shkëput dhe mënyra se si u munduan që ta fundosën dhe ta zhysin mirë është e padrejtë. Një pyetje mes, po themi, shokësh, çunash. Ore, kam pas një moment edhe debulese miri për Selin. Miri për Selin. Unë se kam besuar, kam thënë gjithmonë që unë se kam besuar që ka një ndjesi, jam shumë kurioz ta pyes jashtë, po do ta pyes në kuadër të zhurmës që thon njerëzit, po jo se unë kam ndonjë merak dhe dyshim në kokën time. Po Selin mund të ketë patur një debulesë për mirin? Bukur kjo. Ka një diçka, është një, domethënë, unë jam munduar të studioj sjelljen në ato kohë. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është fakti që nuk ka pasur një pyetje nga anë e Selin, a ke qenë i martuar, a ke diçka, por ky afrimitet është marrë si i nënkuptuar. Ai mund të ketë qenë në kuadër të lojës, Po, patjetër. Pra duhet kemi parasysh që neve në televizor kemi dy dimensione mangut nga ajo që përjetohet në shtëpi. Pra loja luhet në 4 dimensione. Kam përshtypjen që këta të dy do bëhen shumë shok të mirë. Unë uroj dhe unë do të uroja që në këtë 10 ditëshin e fundit të gjithë të qeshnin pak edhe ta shijonin. Sidomos mbas Bigut jam i bindur që marrëdhënia e tyre do jetë një marrëdhënie shumë e këndshme. Dhe çafati kam që të kam komshije. Po, dhe ti do ta ndryshosh atë. Por mendoj që njerëzit e rritur, të pjekur dhe ata që vërtet e din si të qasin me publikun këtë gjë do të bënin. Dhe veçanërisht miri. Tani pyetja është, pse duhet ta fitoj miri Big Brother? Po, atëre në kompleksitetin e gjës ka qenë ai që ka krijuar më shumë dinamika dhe që ka thithur të gjithë vëmendjen për shkak krevatit. Ai ka diskutuar dhe ka debatuar me të gjithë. Të gjithë i është qasur në mënyrë të njerëzishme, gjë që mund ta kursente sepse janë Big Brother, edhe çfarë lloj sjellje brenda lojës është merret për mirëqenien që duhet ta vazhdonte ashtu. Aspektin human, aspekti që është VIP-i, personi me 27 vite karrierë që pa kush aty e kishte vetëm Tanin mos gaboj. Tani, ja kalon të gjithë. Tan Kola, domethënë vetëm Miri me Tanin janë personazhe por që për emrin dhe për peshën që ka dhe që mbart është mirë sepse është West Side Family që është ende akoma aktive që e vazhdon punën e tij si grup. Ka treguar që e ka analizën shumë të qartë për lojën. Dhe të gjitha ato parashikimet që ai ka bërë i kanë dalë të vërteta. Pra ai ka treguar veten që është analist. Strateg nuk di të them strateg sepse ky ka qenë Big Brother kontroversë dhe me tension dhe ty nuk të duhet më tepër një strategji se sa për momentin të shpëtoje kokën dhe të riorganizoheshe, sepse edhe nëse do kishte një strategji të caktuar, aty nuk ta linte askush ta vazhdonte.
Po, më the pak që nuk ka qenë 100% ai Miri që njohim jashtë. Në base në këtë këndvështrim Dhe nuk e pretendoj, do ishte çmenduri të ishte 100% Miri që askush është nuk jashtë. është, me të gjitha ata që dalin Po, nuk kanë qenë askush. Madje ai duhet ishte më pak Miri që është jashtë, sepse ta kërkon Big Brother, duhet i përshtatesh formatit Big Brotherit. Pra ideja është edhe në një moment që ty s'të duhet qeshësh, duhet të qeshesh. Edhe nëse s'të vjen për qeshë, duhet të bësh të qeshësh dikë për hir të lojës, duhet të jesh zhongler. Mendoj që ka patur momente që është të ndjerë, po themi, i plogësht, i lodhur, tensioni. I plogësht jo, i lodhur po. Po, ka patur momente. I lodhur po, sepse edhe e ka deklaruar. Pra edhe po mos ta dëgjoja që do deklarosh, unë e njoh që është lodhur, por ajo që më vjen mirë është që nuk është dorëzuar. E ka vazhduar se thuash, pavarësisht sulmeve. Ka gjëra që se thuash ka gjëra jashtë të Mirit që e mundojnë, apo që mund ta bëjnë që t'japi akoma shumë kurajo, që ai të vazhdojë dhe ta fitojë këtë lojë. Më jep një perceptim të kësaj situatës që është jashtë me jetën e Mirit. Ky nuk është perceptim, kjo është me atë që ndodh brenda. Ky nuk është perceptim, kjo është një vërtet, po ai ka zgjedhur të mos e bëj publike këtë gjë. Shprehur diku ku ka qenë Alesja në një moment që ka qarë që kam një diçka shumë të fortë, një arsye shumë të fortë që unë do ta bëj publike. Dhe ai ka vazhduar me atë ndjesi shumë të fortë. Të tillë. Ka diçka që ai nuk e ka bërë, ka diçka që ai nuk e ka bërë publike, mbase kur vi momenti kur dali jashtë, e bën publike, por çështja ashtu kjo tregon një aspekt shumë të fortë të karakterit që ai nuk e ka tradhuar hallin që ka. Nuk e ka tradhuar hallin që ka hyrë aty dhe ka vazhduar, ka shtrënguar dëm dhe e ka bërë atë dhe nuk e ka ulur për më tepër nivelin e lojës. Këtë e pohoj unë dhe kjo e them me bindje. Në fakt ti je një personazh që unë do doja shumë të kisha në intervistë për të folur tërësisht për jetën tënde, po në sezonin e dytë ne këtu jemi. Me kënaqësi. Faleminderit. Pyetja që dua të të bëj është çfarë ndodh në jetën e një artisti nëse nuk e fiton këtë program? Atëherë nuk është as hera e parë, as hera e fundit që West Side Family është pjesë e rëndësishme e spektakleve dhe nuk merr çmime X. Po, nuk e kemi vrarë mendjen kurrë për çmime. Për sa kohë që kemi pasur publikun me vete. Ti do thua që një pyetje dhe me të drejtë mund ta bësh, shikoj se çmimi i publikut të herë është ai që vendos nëse do fitoj apo jo. Por unë e di që sido që të vej, unë uroj që ai ta fitoj. Pra unë kam bindje që do ta fitoj, por sido që të vej, se nuk ka fituar gjithmonë ata që ka dash publiku, se ai e ka mbështetjen e publikut dhe ne e kemi mbështetjen e publikut. Unë e kam ndjerë mbështetjen, e kam ndjerë, jo e kam ndjerë, kam hapur televizorin dhe kam lexuar komente ose telefone, po e kam ndjerë në rrugë qasjen pozitive që njerëzit kanë për Mirin dhe respektin e mirë që ende gëzojnë për ne. Ka një këngë që sa ka dalë, ka pak ditë që ka dalë, fakt, është një këngë e re, shumë e bukur, unë sa e dëgjova më pëlqeu. Është edhe Vesa bashkë me ju. Vesa Smolisa. Vesa Smolisa, përshëndesim dhe Vesën. Shumë. Kënga po dëgjohet, është tashmë është publikuar dhe mund të themi që është kthyer në një këngë shumë të pëlqyer. Por ndërkohë dua të pyes pak për West Side Family, se ka shumë kureshtje dhe ka shumë, si thua, dëshirë për të dëgjuar më shumë dhe për të patur më shumë prodhim nga West Side Family. Çfarë po ndodh? Ajo që ishte fatale që ndodhi ishte hika e Florit, që unë mendova të pamundur që neve do vazhdonim karrierën. Ajo që është fat dhe që si thosh Zoti nuk të le bosh është që neve po punojmë me Albanin, që i ka bërë këto dy kryevepra dhe për hir zërtetës kjo kënga e dytë mua më ka goditur që në notët e para, njësoj edhe se ty. Dhe unë thjesht uroj që këtë kujtim të West Side-it përfshirë edhe kujtimin e Dr. Florit, ne të kemi mundësi ta vazhdojmë me krijimtari sa më shumë të mundur. Kjo është e gjithë gjëja. Pra, nëse kjo do vlej për vazhdimsinë, jam shumë i kënaqur. Pra se thua që kemi arritur qëllimin. Neve pavarësisht situatës do vazhdonim punonim, por mendoj që kjo është një shtys shumë e mirë për të kthyer publikut mbështetjen që na ka dhënë. Tani ti me këtë përjetimin që patë këto muajt me Mirin Big Brother, vetë do futesh se Miri do të the borxhin tani, do të tri jashtë në kohë që do ishte i brenda. Po do ta flasim te episodi i dytë se për momentin kemi ardhur të flasim për Mirin, nuk e paske një përgjigje përfundimtare. Nuk kam një përgjigje përfundimtare. Paske edhe po dhe jo, nuk e kam. Le të hapur. Mirë, interesante kjo. Nuk kam një përgjigje përfundimtare.
është formati. Kam përgjigjen që kam dhënë gjatë gjithë kohës, kam qenë kështu, domethënë që po. ende nuk e shoh veten pjesë të atij formati. Edhe pse më përfshiu jashtëzakonisht edhe ishte në dëshirën tënde më të mirë, pa themi mesazh të fundit se në këtë pjesë të radhës do të kemi edhe një bisedë me Albanin, po për ta mbyllur me ty. Çfarë dëshira jote që të ndodh me gjithë këtë histori të bukur që kemi përjetuar, me gjithë po themi gjithë këto muaj reality. Unë do thoya që asgjë nuk është ashtu siç duket, jeta shkon, edhe për sa kohë që ke besim tek vetja jote dhe nuk dorëzohesh, pra do sakrifikosh gjëra, është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Mos dorëzohesh. Në fakt ju se keni bërë asnjëherë, ti personalisht gjithmonë ke qenë në lëvizje, me projektet, me punët, dhe vetë fakti që West Side Family janë rikthyer shumë fuqishëm është një tregues shumë i mirë i gjithë kësaj gjëje. Kështu që jeta vazhdon, dhe unë jam pro që ta marrim edhe pak me sportivitet. Patjetër, me shumë sportivitet, Kështu që u bëft më e mira në këtë ditë fundit të finales ligut, edhe fitoft më i miri kur i fitoft mirë, kështu fitoft më i miri. Faleminderit. Faleminderit. Nice. Late night, late night, late night in Buck, late night in Block. Ka disa personazhe që nuk janë frontline, si thua në atë vijën e parë të ekspozimit të tyre të paktën publik, por janë gjithmonë aty dhe janë gjithmonë me gjitha shqisat e ndezura për të qenë pranishëm, për miqt, për familjen, për punën, për çdo gjë që ndodh rreth tyre, dhe duket se edhe i ftuari i radhës hyn tek këta njerëzit që është pak më i tërhequr, por në ditën kohë del që të jetë gjithmonë aty. Është Alban Kondi, faleminderit Alban. Është zgjedhje, domethënë, apo është e natyrshme kjo qasja jote që ke me daljet, me... Shiko, Drini, po të pyesësh Fabin dhe Turin, që në fillimet e Produkt 28-s, domethënë, pasioni për të qenë pjesë e muzikës, për ta shijuar muzikën, për të qenë duke procesu gjithë të fazë të jetës, ka qenë shumë i madh, por kur vinte puna për të qenë nëpër koncerte dhe nëpër intervista, unë kisha një dëshirë, domethënë, për mos qenë. Sepse më vonë fillova ta kuptoja, se në fillim ishte instinkt. Po. Që se kisha, domethënë, nuk është se kisha bezdi për të vajtur, ose kisha një thirrje për mos ta bërë, por nuk kisha të tërheqje, nuk kisha i magneti për të qenë. Kështu që edhe me sa kam kuptuar më vonë, kur fillon edhe një vetën dhe rritesh edhe piqesh, po thjesht nuk më pëlqen të jem i famshëm. Domethënë është nuk vëmendja nuk më pëlqen. Ke refuzuar ndonjëherë edhe këto dalje të shpeshtë? Dëgjoj. Po. Besoj që po, sidomos siç është bërë showbizi, apo kjo pjesa e botës industrisë edhe muzikore, po edhe televizive, ta kërkon ndonjëherë këtë. Më lidh puna të kem marrëdhënie me gazetarë që janë shumë të kualifikuar dhe të mirë. Edhe gjithmonë është kjo dëshira për të pasur një intervistë, një bisedë, po të them, për sa kohë s'kam produkt për të lançuar personal. S'mund të vi të flas për jetën time, për një gjë që ose është e quaj herët, mund të vi një moment tjetër kur do ta ndjej nevojshme të flas dhe të shtrohem dhe të diskutoj. Po për momentin ke një mik, ke një shok, ke një bashkëpunëtor që është në kulmin e vet të ekspozimit, dhe si thua ju ka tërhequr pak si magnet edhe drejt këtij, po themi, ekspozimi që nuk është i shmangshëm më, domethënë, dhe ndaj dhe të falenderoj që e pranove këtë bisedë me ne për të folur pak për Mirin dhe për gjithë ecurinë e tij në Big Brother, meqense na ndajmë pak ditë tani nga shpallja e atij që do ta fitoj këtë edicion. Ore, nga ty dua si fillim të kësaj bisede, si u mor ky vendimi i Mirit për tyr, apo si ta tha, si u diskutua, mos zbulu pak për këtë pjesë. Shiko, ideja është e tillë që vendimin e ka marrë personal. Normalisht është rrugëtim që ai ka të vetin personal. Edhe më përpara kur takoheshim ose flisnim edhe po themi para një viti, 2 vjetësh, 3 vjetësh, shikoj që kisha shumë qejf ta diskutonte Prime-in. Do të Big Brother, ishte njëri që e pëlqente atë lloj formati, edhe ne gjithmonë mes shokësh dhe miq thoshim valla, po ti kur pse se provon, pastaj thoshte jo valla, shumë e vështirë është. Ti je aty brenda, është tjetër gjë, domethënë po kishte një lloj. Po e donte këtë gjë.
Domethënë Shikoj, po donte do e kisha bërë me kohë, se ftesat i ka pasur, mundësit i ka pasur edhe gjitha ato parametrat për të qenë në pjesë. Kurse këtë vit e kishte kështu, tha, ore, do ta bëj. Pse mendon që ishte këtë vit kështu? Ka pas një thirrje personale të brendshme, domethënë ka qenë një vendim personal i tij, edhe ka dashur me bosi eksperiencë kam përshtypjen. Ka dashur me bosi eksperiencë edhe për të pasur një ballafaqim individual. Mendon që ka dashur këtë konfirmimin edhe për veten e tij, për vlerat e tij, për dashurinë e publikut, për provën si familjar, si artist, si njeri. Ka qenë një lloj prove? Dgjoj, unë mirën e njoh që fëmijë. Domethënë unë kam qenë shumë i vogël kur këta e kanë filluar. Domethënë dhe këtë ta shpreha se e kam parë në shumë dimensione. Domethënë e kam pasur një fëmijë që shef një të rritur, si një kundërshtar në momente të caktuara kur ne kishim grupin dhe këta kishin grupin, ishin ato që ti fillon edhe gjykon pa çka se jetë brenda të njëjtit brand, brenda të njëjtit grup, brenda të njëjtit shtëpi. Pastaj kam pa dhe si bashkëpunëtor shumë të afërt në këtë fazën tani. Edhe nuk besoj që është ajo. Drejt për drejt. Ai mendoj më shumë ka dashur një lloj ballafaqimi vetjak. Një gjë që ta ketë të shkëputur nga logo e grupit. Është një ballafaqim i mirit me gjithë me median, me vëmendjen për të shprehur më shumë. Po, sepse kur je grup, unë kam provuar vetë atë. Ti gjithmonë perceptohesh si një formacion. Dhe kur ndahet e mira dhe e keqja, ndahet në tresh ose në sa veta për mban grupi. Sa është grupi, po. Dhe gjithmonë në momente të caktuara njerëzit kanë dëshira të ndryshme që të kenë ballafaqime personale. Dhe bën sens, patjetër. Po. Edhe kam përshtypjen, ne nuk kemi thëllu kaq shumë. Sepse nuk e kemi marrë kaq seriozisht Big Brother kur e kemi diskutuar si fenomen. Po, dhe s'është për të marrë aq seriozisht, po që gjithsesi është. Por tani që unë e shoh, me sa pasion është futur në atë, edhe sa seriozisht e ka marrë atë, vjen me për qeshur dhe pastaj filloi dhe kuptoj që ka dashur një ballafaqim vetin. Dhe me që dolëm tamam në këtë pikë, si të është dukur dhe si duket, po themi si të është dukur tani gara, po thuaj se ka mbaruar, se jemi në ditët e fundit dhe besoj që Shiko, do doja të ishte shumë më i përfshirë si ai miri që njohun jashtë. Jo se ka ty ka ndryshuar karakter, formë edhe përmbajtje, por që është më gallataxhi, është më protagonist, është më kopil, themi ne, domethënë që e ka atë batutën, e ka. Shoh pak të rënduar, edhe kam përshtypjen që malli që ka për familjen, edhe distancimi, mosmarrjes informacionit, se ç'po ndodh me njerëzit që ka përreth, e ka trysnuar në këtë lloj Ti si e ke një e jote e parë, kam përshtypjen me Mirin, duhet të ketë momentet e hyrjes e krijimit të grupit apo jo? Ja, Mirin e kam njoft para se të filloj grupi. E kam njoft si shoku Florit i vllajt. Okej. E mbaj mend vitet 95, 96, domethënë në ato vite. Domethënë e mban mend marrëdhënien e tyre? Po. Si ka qenë? Po ka qenë domethënë ishte një njerëz që kishte prezent, se ti, domethënë imagjino kam qenë atë mosh, mund të kem qenë 10-11 vjeç. Po. Edhe gjithmonë ti e vizualizon, domethënë memoriat e mia të para janë shoku vllajt, një njerëz që shkonin në shkollë bashkë, vinin bashkë, bënin ato gjërat e tyre, ishin pastaj evolvimi vjen normalisht në sytë e mi, domethënë këta dy njerëzit fillojnë grupin, se grupi ka filluar me Mirin me Florin dhe Landi bashkohet pak më vonë. Pak më vonë, po, këtë një ose dy këmë më mbrapa. Dhe kjo pjesë e fillimit ka qenë, si thua, ajo pjesa e kontaktit të parë. Po, domethënë unë e kam njohur para se Miri të ishte pjesë e grupit West Side Family. Domethënë para se të fillonte historia e West Side-it, e njoh si shok i Florit. Një kështu intermezzo të shkurtër. Si u krijua, domethënë West Side Family? Si u krijua, domethënë ne të vegjël jemi rrit me muzikë klasike. Babi ka pas dëgjuar shumë muzikë. Pastaj kur ti fillon edhe rritesh, domethënë nuk kam qenë i vogël, Flori më i madh, ai filloi të konsumonte Snap, që kanë qenë ato grupet Nana, Dr. Dre, Snoop Dogg. Edhe filloi një rrymë e re, edhe kemi pas një shkallë ke shtëpia vjetër dy kaçe, dinim aty ke shesh pushimi i shkallës, merrnim mikrofonin, mblidheshin gjithë.
çunat e lagjes, e Çkallës edhe fillonin imitonin. Ama se ka qenë përmonin. Nuk e di pse kam nostalgji tani, por pas është brezi jonë pak që ka nostalgji për këtë lloj forme kalimit të kohës. Ka qenë shumë e bukur. Domethënë jetonin komunitet, edhe Po. ajo ëndër ka lindur ashtu kolektive. Mbajmë ato bazditet e gjata, kështu. Ajo ëndër ka lindur kolektive dhe prandaj u formuzuan në grupe. Ty në cilin moment filloi të Flori të fliste për muzikën? Si ka qenë ky raporti ti me muzikën dhe me të ardhmen siç ai donte ta krijonte me. Prandaj ta thash, muzika ka qenë pjesë integrale në familjen tonë. Unë që i vogël kam studiu piano. Që në klasë parë deri në klasë të 6, 7 mos gabojm kam qenë piano. Në shkollë muzike, domethënë ke dëshmorët e lirisë që kishte edhe një instrument muzikor për ta ndjekur. Edhe kisha shumë pasion, më pëlqente shumë. Flori i vogël ka studiu për fizharmonik, por nuk e zgjati shumë. Duket se 2-3 vjet, mos gaboj tani, do të pyes majën për ta. Domethënë dhe muzika ka qenë një pjesë, muzika, sporti dhe studimi ka qenë një pjesë integrale e rutinës tonë ditore. Dhe më vonë kam kuptuar që disa faktorë kryesorë që na kanë shtyr nga muzika, dhe sidomos Florin, që është iniciatori i parë i një gjenerate dhe një kulture të re që futet komplet në ato kohë. Nuk është se kam diskutuar dhe kam folë drejt për drejt, po kuptoj dhe mendoj që është viti 97, trazirat e 97-s. Një izolim total, ku ti nuk lëvizjen e kisha të kufizuar, edhe të gjithë këto aktivitetet fillonin të mbylleshin, ai filloi ta projektonte, mendoj unë, dhe ta shpreh të gjithë revoltën dhe atë akumulimin nëpërmjet artit. Tekstet me shumë detaje, po. Po. Si të duket kjo, po themi, riaktivizimi për ta mbyllur këtë pjesën e muzikës si West Side Family? Riaktivizimi ka qenë sfidë në vete. Kujtoj që Miri ishte në Gjermani, Landi pak i tërhequr, i shkëputur dhe kishte tentativa për ta filluar për të bërë një karrierë solo, po donte të krijonte disa këngë personale të veta. Unë kisha një thirrje të brendshme të paanalizuar, që diçka duhet të bëjmë. Shfrytëzoj momentin që Miri vjen. Pse nga të vinte kjo thirrje? Shiko, ca gjëra vinë pa i menduar. Jo, mendoj mos ishte si një lloj dëshire për edhe trashëgimisë Florit edhe vazhdimësisë së tij. Ajo pastaj bëhet një nga motivet kryesore gjatë rrugës, por në momentin e parë që ne jemi takuar të tre, dhe nuk jemi takuar për muzikë. Ne jemi takuar të tre në momentin që Miri kthehet nga Gjermania, se Miri kur ka ndodhur ai momenti fatal, nuk mund të vinte për shkak se ishte në proces letrash. Diçka e tillë nuk është se por nuk ka qenë ato ditë prezant. Dhe kur vjen dhe ulemi të tre aty më pata një si kështu, si thosh, një thirrje të brendshme që diçka duhet bërë. Po pa mendu suksesin, pa mendu para, pa mendu fare zero. Thjesht e dije të erdhi kjo. Më erdhi një ndjesi. Edhe Flori kishte lënë një këngë të pa realizuar, i them çunave dëgjoj, unë kam studio. Atëherë është momenti ta nxjerrim. Një gjë që ka lënë mes, le të jetë. Dhe kështu fillon. Edhe me skepticizëm të madh, shumë miq, shok që unë i kam akoma, thonin dëgjoj, është e vështirë pa Florin. Dhe shumë e vështirë pa Florin që do jetë një tentativë dështuar dhe një gjë. Edhe në fillim e mendoja, po pastaj nuk e di. Ajo thirrja vazhdonte dhe thosha do bëj, është një gjë që duhet bërë dhe do bëj. Se më gasmove me këtë pjesën e këtyre këngëve të pa publikuara apo të pa mbaruara. Ka qenë i vështirë ai momenti kur ti pas dash nga ta Florit zbuloje gjëra që kishin mbetur, ishin aty. Shiko, po të them një detaj për këngën Beso. Nuk e kam mbyll dot unë si material. Këtë e kam mbyll Fabi me Klodin. Mos gaboj. Se mbylljet nuk e do. Ja. Nuk e mbyll atë. Domethënë, kjo dëshira ishte aq e madhe, por momenti që duhet filloja dhe të bëja këtë lloj më bllokonte shumë. Edhe pastaj e kuptova ti thash Fabi, okay, merre tani dhe jepi atij goditjen finale materialit. Është pashmangshëm mos të pyes. Vitet kanë kaluar, megjithatë mungesa e Florit kam përshtypjen që është e pazëvendësueshme. Si shkon jeta pa të? Si shkon jeta pa të? Është
mund të them që është komplet tjetër cikël. Më thënë, një copë e shpirtit tënd shkëputet për mos të mbushur dot, po ndërkohë ndodh një dinamik tjetër, ti krijon familjen tënde, ti ke fëmijët e tu, shef vajzën, djalin e vet, si rritën dhe zhvillohen dhe është komplet një tjetër dimension. Që komplet një tjetër dimension është sa i bukur, aq edhe të le një boshlik që nuk ka gjë në botë që mund të ta mbushi, por që do të them një gjë para se kur kam kështu çik emocione, kam edhe të vështirë shpreh. Unë kur kam pas atë ballafaqim, aq të afërt me humbjen e njeriu të fortë dhe kuptova në vetvete realisht se ç'është vdekja, ka qenë ballafaqimi i parë i fortë. Unë kuptova sa bukur është jeta në të njëjtën kohë. Dhe kështu hecat në dy dimensione, do me thënë që e kupton ç'a vlerë ka dhe si do ta jetosh, por ndërkohë gjëja nuk ka asgjë që mund të ta mbushi dhe të ta sharroj, si thua. Ore, si po duket ky Miri në Big Brother? Si të është dukur? Do ke pas momente që ke thënë, ja ka fut kot këta ne. Sa duash. Ç'a bën ky kështu? Sa të duash. Do të thënë, po këtë ngjen nxorje, po këtë çepati, po këtë ç'a bën kështu, ha? Shiko, pa dash ta justifikoj, të jetosh në ato lloj presioni, kushti është, ku di unë, nuk e dia do të kisha përballuar dot vet, edhe kam përshtypjen që mund të kisha bërë shumë mund të kisha rezistuar më pak ditë, mund të kisha bën ndoshta më shumë gabime. Overall, më zhduk qytetar. Jo se s'e kam ditur më përpara. Po duke pa gjithë atë trisni, gjithë atë shtytje, gjithë atë ndonjëherë ulet niveli ai shumë i diskutimit, shef sa njerëz që e kupton. Që as pas meritonin ti ishin. Po nuk dua ti gjykojnë atë lloj prizmi, meritojnë apo s'meritojnë. Janë sa njerëz që ti njeh aty, edhe të drejtohen me atë lloj gjuhë, me atë lloj bën vakim, unë do ta kisha lënë atë momentin aty, hik. Jo për dobësi, do të thosh Allah. Pse dikush duhet vit më gjykoj mua për një pjesë që e mbart të karrierës time, ti më gjyko për atë gjë që unë prodhoj aty, po jo për se kam bën punën time jashtë shtëpisë, por nëse gjithsesi. Overall më zhduk qytetar i përmbajtur, i mbledhur edhe si mendoj që do shkojnë gjërat? Këta janë parashikime kështu, po jemi pak ditë. Shikoj, gjithmonë tifozi është me ekipin e vet. Po. Sa mendoj fare unë që ka fitues tjetër në atë lojë. Domethënë që mund të jetë një njëri që tjetër. Ç'a ndodh nëse është ai momenti fitores dhe nuk ngrihet dora e Mirit si fitues, ngrihet dora e dikujt tjetër. Si do ndihesh? Më diqe pjesën e shari edhe. Ja, pra dajse. Pasi të ndihesh më? Do pa tjetër që do ta vush atë momentin aty, do jetë, është një garë e momentit për cilën jeta vazhdon pasaj. Nuk është sa e definon karrierën artistike të Mirit, apo të grupit, apo të ardhmen e gjithë gjërave që janë për të bërë. Më ka bërë shumë përshtypje në këtë episod disa gjëra, mes të cilave marrëdhënia e Mirit me Rabean, apo e Rabeas me Mirin, meqense me të pata mundësi të flasë, me Mirin nuk kam folur dot akoma. Një grua tërësisht mbështetëse ndaj Rabea është shumë sportive. Po, ndaj Mirit dhe shumë mirëkuptuese, tërësisht 100% në anën e tij, komplet jashtë këtyre diskutimeve që mbase mund të jenë bërë dhe online, ku fol shpeshherë që mund të kishte pak kënaqësi, mund të kishte momente dobësie etj, një mbështetëse e plot, pra një marrëdhënie shumë e fortë. Është një marrëdhënie, shiko, Rabea domethënë ka bërë më thënë drejtën, Rabean e kam njohur shumë pak më përpara. Kemi qenë 2-3 herë për kafe, kemi folur nëpër telefona, kemi shkëmbyer një batutë, e dija që ishte gocë sportive. Edhe më vjen mirë që gjithë këtë situatë ka marrë me kaq sportivitet, se realisht është për të marrë është qesharake kur e shef. E gjithë ajo panorama e situata. Është e rrallë, më beso, se unë patjetër. Para këtij emisioni postova edhe një video me Rabean,
Dhe më falë, janë të rralla zonjat që i qëndrojnë me aq shumë fisnikri atyre lloj komenteve dhe atyre lloj situatave që Big Brother i përgjithësi prodhon. Sepse Rabea është shumë e qartë për që është një eksperiencë 2 mujore, 3 mujore, asgjë nuk është përgjithmonë ashtu dhe asgjë nuk është ti nuk ndalesh një konkluzion nga ekrani i televizorit për të thonë gishtin për të thënë kjo është kështu dhe këta të dy e kanë ashtu. Kështu që më zhduk shumë korrekte, shumë e sinqertë, shumë fisnike dhe shumë sportive. Dhe mendoj që gjithë shoqëria shqiptare këtë lloj kompeticioni do ta marrë me këtë lloj sportiviteti. Kjo është interesante. Dhe do të kuptoj një gjë që kur bashkëshortja e një burri e merr me këtë lloj sportiviteti, atëherë të gjithë do të kuptojnë që kjo është një lojë që do të parë me këtë lloj sportiviteti për të bërë edhe më familjare dhe më argëtuese dhe më fan. Dhe ajo që më shqetëson, nuk e di në edicionet e tjera, se kam qenë kaq i përfshirë për ta parë në 360 gradë këtë formati. Është një gjuhë rretje të mërshme Brini, domethënë që ti shef në rrjetet sociale, konkluzione që njerëzit dalin dhe kuptojnë se çka ka ndodhur, është kështu vëngishti, nuk e di, është shmenduri e gjitha. Megjithatë ti je pranë artistëve se të punon me ta, me shumë artistë. Mendoj që edhe ata vetë në fakt e shtyn ndonjëherë këtë në marrëdhënie që kanë me njëri tjetrin. Pra si të duken edhe ata vetë me njëri tjetrin, mbase ka pak vend për përmirësuar dhe mes tyre në raportin brenda formateve po thua. Në raport kryesisht në këto formate. Në këto formatet brenda, mbase edhe ata aty brenda nuk është se kanë atë qasjen më pozitive të mundshme, apo është publiku që e krijon këtë gjë, apo do atë përballjen e fortë. Shiko Drini, si në jetën e përditshme, njerëzit kanë ulë ngritje. Njëri janë shumë ngrohtë, njëri janë shumë të ftohtë, emocioni ndryshon nga dita në ditë, jo karakteri, po qëndrimi. Për shembull ti mund të çosh në ditë, unë mund të çoj një ditë edhe mos jem shumë miqësor me bashkëpunëtorët e mi që jam në studio, por kjo s'do të thotë se unë ata nuk i respektoj, nuk i dua dhe nuk i vlerësoj për atë që janë. Dhe kjo gjëja merret, xhirohet, montohet, serviret dhe njerëzit duhet ta kuptojnë që ky është thjesht një episod i vogël që një jetë shumë dhe nuk duhet ngecesh këtë voglat për të dalë në konkluzionin e madh. Kështu që po ta marrësh në aspektin e kolegëve që bashkëtojnë në një shtëpi dhe kanë këtë lloj bëjnë të njëjtin gabim, mendoj unë që bëjnë edhe njerëzit që shohin nga jashtë. I marrin shumë seriozisht sa gjëra të thëna. Tani ti mund në një moment mund të thuash një gjë tepërt, por nuk është se ti realisht mund ta mendosh ashtu. Më dole tamam te kjo në shtek për disa pyetje që duhet të bëja për raportin e mirit me mënyrën se si publiku e ka, po themi, vendosur atë përballë kritikave shpeshherë. Mendon që ka patur momente nxitimi apo momente që mund të ishte qenë më i duruar apo momente që mund të ishte sjell ndryshe apo këto ne nuk i komentojmë dot tani se janë në funksion të lojës apo janë në funksion të dinamikave që kanë ndodhur. Nuk mendoj që njerëzit mund të jenë më të përmbajtur, do ishte pastaj fallco e gjitha, fake, por që mendoj që mirë duhet ta kishte mbrojtur pak më mirë veten e tij në këtë situata. Duhet të ishte më i qartë kur të shpjegoj që pse e tha atë, pse e tha këtë dhe pse ndodhi e gjitha ajo situatë që ndodhi. Diku më është dukur sikur është gjykuar me pa drejt, diku më është dukur që mund të ketë gabuar, por që një gjë që ka thënë, por që fituesi nuk është i pagabueshëm. Çfarë do t'i thosh se tani s'po më thut gjithë gjërat ti, po çfarë do t'i thosh ti mirit kur dalje? Po tregoj shumë politikisht korrekt. Jo, s'po tregojmë politikisht korrekt. Je shumë, do t'i thosh sa gjëra, si do t'i thosh sa gjëra kështu. Domethënë, vendosim kështu situatën. Miri del, çfarë i thua? O vllai them. Ora e bëre, po pse e bëre? Mirë që e bëre, po pse e bëre? Po mirë që e bëre, po pse e bëre o vllai? Po jo, më do thotë kisha. Pa mirë, as tani më pyetësh çfarë do të them unë, çfarë do thotë ai kur dalë? Mendoj që do të jetë, ma the edhe pak më parë që ne në këtë rasti, po, ai që e mbështet dikë është tifoz i skuadrës. Për ty është fitues mirë apo jo? Shiko, realisht mendoj që mirë është fitues. Edhe mirë do ta fitoj këtë kompeticion sepse ka treguar një lloj qytetarie brenda, është treguar i përmbajtur, nuk ka përdorur dhunë verbale, nuk ka përdorur skema të vogla për të shkel. Domethënë nuk kam pa tentativa që tuli figurën e njërit për të ngritur figurën e vet. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme
si shëmbulltyre që duhet t'i jepet, a mund të bënte gjëra më mirë apo do doja të ishte më mirë. Po këtë se dim asnjëherë se çdo Prandaj po them, konkurrent. unë do doja që ai të ishte mirë që njohun 100%. Ka një lloj të kurri aty, ka një lloj dalje nga habitati vet, por overall më zhdukur shumë korrekt me të gjithë respektimin emocional të çdo njeriu që ka hyrë ka dalë brenda asaj shtëpie. Domethënë nuk kam pa tentativa për të shkel mbi dikë për të ngritur figurën e vet. Kjo është këndvështrimi im i gjithë dhe uroj që ta fitoj dhe mendoj që duhet ta fitoj. Mendoj që si ka qenë raportet e, po themi, produksionit. Po themi produksioni është fjalë e madhe shumë, po mënyra si e kanë trajtuar, si është trajtuar, si sa të afërt kanë qenë mbase me ato sinjalet që njerëzit që kanë hyrë, që kanë dalë. Po shiko, në momentet caktuar më zhdukur që është tepruar. Me gjithë atë trysnin që është dhënë. Edhe nuk okej, mbase ky është formati, mbase kjo është formula, mbase ky lloj show kështu funksionon. Po ka pas faktën do evidentoja 2 momente që kanë qenë tepruara. Domethënë është folur me një lloj përbuzje. Nuk është halli pse është gjykuar për atë që ka bërë. Po forma se si e shpreh në një moment Cilat janë për të kujtuar? Ka qenë një moment i Arbra i Darit. Po. Nuk më kujtohet fiks ke cila situatë, po Por mënyra forma të se si ai e shprehu, më zhduk aq Po më duk realisht si ata tifozët që po komentonin nga se tifozët i falet. Tifozët funditës edhe ka gjithë drejt në botës për të qenë kaq emotiv. Dhe nuk është halli pse si mbajti krahun. Mirë se ka pasur Monikën pastaj për të ekuilibruar. Që s'ka falur në fakt asi moment Arbrin që të tregojë pa drejt. Kanë qenë Jo, patjetër. Jo, domethënë unë Arbrin është figurë që e respektoj. Po, patjetër, shumë integritet, inteligjent, kam pas pak kontakte me të, po kam vlerësuar gjithmonë. Edhe ata të dy me njëri tjetrin, besoj e kujton që shpeshherë i thoshin, "Ore bolle mbrojtej thoshte." "Ore unë s'po e mbroj, po ti po e lufton." Po ka qenë një moment që më zhdukur i tepruar. Pastaj pjesa tjetër më zhdukur pes, më zhdukni që kanë bërë një padrejtësi apo ti kanë rënë qaf në një momente të caktuara, më zhduk korrekt. Në kuadër të asaj mënyrës si kanë zhvilluar ngjarjet. Më zhduk korrekt. Qasja e gjithë atij formati më zhduk i barabartë. Deri sot që flasim, paktën më zhduk në trajtim. Finalen ku do ta shohësh? Apo në shtëpi? Apo do Po ja, besoj do mblidhemi grup gjithë ne rrethin ngushtë i Mirit, do gjejmë vende do ta mbështesim. Ishte një episod ndryshe ky, me ju të tre, me Rabean, me Landin edhe me ty, me të tre pata një lloj qasje, u përpoqja ta kisha disi ndryshe, por në thelb ishte figura e Mirit që na bashkoi pikërisht për këtë eksperiencë të tij, se në fakt edhe këtu në Late Night e kemi prekur shpeshherë Bigun, se Bigu kur preket fjala Big, audienca shpërthen. Është gjithmonë shumë lart, se e duam shumë si formati që në Shqipëri ndiqet shumë. Dhe në këtë episod përpoqem që ta kishim në një dimension ndryshe. Ju të tre jeni personazhe shumë të plotësuar dhe të qëndësishëm për të pyetur më vete për karrierën tuaj dhe në fakt ka qenë e vështirë që të lija jetën tuaj dhe të merresha vetëm me Miri. Dhe ishte një sfidë edhe për mua që ta vendosja gjithë vëmendjen tek Miri, por pa lënë jashtë vëmendjes edhe po themi atë që juve ju përfaqëson. Ty do të të falenderoj Falenderoj shumë për ftesën, u ndjeva shumë mirë. Djalin që je, po edhe për patjetër babain dhe bashortin që je dhe njeriu që i gjendesh pranë miqve të Faleminderit shumë, unë e vlerësoj shumë. Edhe të uroj sa më shumë suksese dhe fitoft. Më i miri. Miri apo më i miri? Alban, faleminderit. Drini, faleminderit shumë. Që të kisha. Kënaqësi për mua. Dhe me Albanin në fakt e kemi mbyllur këtë episod dhe në mbyllje, meqense kishim 3 personazhe, unë po e bëj në fund një falënderim shumë të rëndësishëm dhe shumë të nderë për 3 sponsorat tanë, për kompaninë Eurolab me disa Ronon, për ujin Selita dhe për kompaninë Brunes që na mbështesin në këtë program. Kështu që ju përshëndes dhe bashkëshihemi në episodin tjetër. Dreamy in the city when Tirana doesn't sleep. Late night